Zoti Koci, mirë mbrëma dhe të faleminderit shumë që je direkt me neve. E kisha për përgjegjësi jo vetëm profesionale, por edhe morale, marrë parasysh respektit, që ju inkuadroj drejt për së drejti në politikë. Faleminderit shumë. Kushtrim faleminderit. Duhet të përshëndes panelistët. Me që tema është krejt diçka tjetër, sikur pësaj një shkarje duke folë për trajtimin veteranëve Dhe të invalidëve. Po. Dhe vërtet mu je keq prej Bujardo Gollit, pa i duhet flasë ashtu sepse i të konë subjektit. Enverin e kemi këtu në. Po. Për një mbrojtje që i banë kësaj qeverie, cila nuk ka bërë asgjë për veteranët e luftës. Është keq të flasësh për vetë, po unë tash 2 vjetë përballem me kancer dhe asë një ndihmë nga qeveria e Republikës Kosovës nuk e kam. Asë nga fondi për shërim dhe asë nga një mënyrë tjetër. Në çdo 20 ditë unë marrë imunoterapi, dikon e 30 nisha, ku më s'paku 3.500 euro e paguaj, dhe falë mjekëve, shokëve, dashamirëve, deri tash ja kam dalë disi. Kohëve të fundit, konsiliumi mjekëve ka vendosur se duhet një procedurë tjetër, sepse ka një regresion, dhe ajo procedurë nuk kryhet në Prishtinë, kryhet jashtë Kosovës. Unë kam zgjedhur në Zagrebin si një qendër shumë profesionale dhe shumë me renome, dhe nuk është e kushtueshme, dhe tash më shumë se 10 ditë kam bërë kërkesë që të mbulohen ato shpenzime dhe absolutisht asnjë përgjigje deri më tani. Mira, mund të jetë kjo një thirrje publike, zoti Koci? A mund të jetë kjo një thirrje publike? A mund ta shfrytëzojmë këtë moment, sepse sot nuk dua të flasim, as nuk të bëjmë politikë. Tema ishte mund je keq emisioni ishte për diçka tjetër, shumë të më të rëndësishme se çdo smujë e imja. Jo, kjo nuk po du të them atë, nuk po du ta them sepse kjo ka shumë rëndësi. Shëndeti i njeriut është me shumë rëndësi. Dhe nëse ne mund të jemi në këtë ndihmës, zoti Koci, nëse mund të jemi në këtë ndihmës që ti kontribuojmë kësaj, do të isha më shumë se sa i nderuar në këtë moment që të rëndësishëm kur unë nuk besoj se as mentori, as Enveri, as Xhevdeti, as Dardani shohin vija politike këtu. Natyrisht ne nëse mund të ndihmojmë, do të ishte e jashtëzakonshme dhe le të jetë ky një moment, kjo një thirrje e tillë. Unë vetëm dashta të tregoj një shembull tim personal, po sa të tjerë që janë më keq se sa unë në këtë rast dhe me